E di kërkesën partijake që ne kemi dënuar gjithë, sepse nëse një parti me 51% nuk ka drejt me pas kandidatin partijak, nuk di që ka drejt një parti me 21%. Kështu që ishte jashtë partijak me qenë, po ju mendoj që jeni rënë kurthën e opozitës në drejtim, sepse jam i sigurt që opozita s'ka qenë e interesuar për zgjedhje, s'ka qenë interesuar për marrëveshje. Ajo ju edhe tash me fitue edhe me bo 61% që po e kërkoni, ma shumë pushtet nuk merrni. Qëto që e keni, s'muni me zgjedh prap presidentin vetëm. Derisa probabiliteti me i hub 2% është më i madh se sa me i fitua 10%. Dhe kështu që mendoj që shpresa opozitës ka qenë, kur e kanë kuptuar që zonja Lumira Abdigjikun, president e Bedri Hamzën e Nashtara Musharadina e kishte pranuar, po ata tjerë se kishin pranuar sepse njerëz tjerë në parti se kishin pranuar. Kështu që mendoj që në që drejtim ju edhe si partia me e madhe, ishtë desh me qenë ma gjeneras. Me i një vonu me ato ofertat, i një orë shumë vonë me zonjën Feride Rushiti. Mendoj që si partia me e madhe ju ishtë desh me ofru ma shumë platforma. Me bind qytetarë që vërtet ju e këni pas shumë seriozisht, sepse ka hamendësime, sa do që në përgjithësi mendoj që e kënjerës të kanë qartë pse ka dështue zgjedhja e presidentit, sepse e thash edhe njëherë, një parti me 51% se ka asnjë arsye me shkon zgjedhje. Absolutisht. Derisa një parti që i ka 20%, e tjetra i ka 13%, i ka gjitha arsyet e botës me shkon zgjedhje, me shpresën se mos një familje po e domton këtë klibishqet kaq qartë se asnjëherë më parë. Sido që tjetë, në këto zgjedhje ju po futni jo vetëm se një parti që keni me premtime, por do një me edhe llogari që këni bo deri me tani. Ne shpesh në debatet tona bisedojmë edhe ka kërkesa eksplicite prej debatuesve që këni bojo. Që këni bo për këto 5 vite. I keni pas